Mbrëma nderuar shikues, jemi sot në podcastin Okult në Geopolitik, jemi në fundjavë, është ditë e shtunë. Para se të fillojmë emisionin, dua t'ju kujtoj të gjithë atyre që ende nuk e kanë bërë kanalin ton, që mund të jetë dhe për ta i preferuar, por që se kanë bërë ende subscribe, mos harrojnë një klikim aty ku thot subscribe dhe një like aty ke videot, mbasi ta bëni subscribe që t'ju vi notificationi sa herë që ne edhim një video, dhe që ju jeni në ato punët tuaja ose jeni duke pushuar, ju vjen njoftimi që një video ka dalë nga podcasti Okult. Së dyti duam të falenderojmë të gjithë sponsorët e emisionit ton që janë përzgjedhur nga ne në fushën e tyre të prodhimit të mallrave apo të ofrimit të shërbimeve të ndryshme, dhe kushdo që ka një nevojë për ta, mundet që të googloj dhe të hyjë në kontakt me ato mënyrat e informacionit që ata lënë në faqet e tyre. Sot kam ftuar në studio Dritan Goxhajn, analistin që shumë nga ju e kanë të preferuar dhe ndjekin, me të cilin do të flasim në lidhje me ngjarjet e ndryshme ndërkombëtare që kanë ndodhur kohët e fundit, sigurisht mbi geopolitikën. Në vend, do t'ju kujtoj njerë që unë nuk jam këtu vetëm për të bërë pyetje, po jam bashkëbisedues. Këtë mos e harroni se shumë veta vën komente dhe thonë pse flet ti Alfred. Unë shtroj pyetjen edhe ne bashkëbisedojmë. Sepse kjo bëhet për arsye teknike, u kam shpjeguar shumë vetave që bëhen shumë të zgjuara aty në komentet dhe ndërhyjnë, për të mos mbajtur edhe një kamerë më shumë dhe një njeri të ftuar tu për të rritur, se ne nga ana financiare mezi rregullohemi dhe nuk mund të mbajmë edhe një njeri tepër tu që ai të na bëj pyetjet e ne të përgjigjemi. Po këtë punë e bëj unë, të nderuar komentues që vazhdimisht thoni pse flet ti Alfred. Unë jam bashkëbisedues, një lloj si dhe i ftuari, vetëm që bëj dhe pyetjet. Kemi parë këto kohët e fundit tu në Shqipëri që ai uji po ngjitet lart në trupin e qeverisë dhe është duke u afruar mjekrës së kryeministrit. Kryeministri sigurisht po shton dozën e korrupsionit për të paguar nga ato që ka grumbulluar deri tash lart e poshtë ndërkombëtarët ose ata që kontrollojnë deep state-in që është në Shqipëri, kryesorin, se ka disa institucione që janë deep state i Shqipërisë, ja u kam thënë, fillon deep state-i që me komisionin që cakton fituesit e zgjedhjeve, komisioni çfarë quhet OSB Odirit, ai është deep state i parë që nuk të certifikon nëse ti nuk je në përputhje me agjendën e atyre, gjenden mekanizma që ta përmbysin rezultatin. Pra nuk ka demokraci të ndershme. Deep state i dytë është komisioni qendror i zgjedhjeve, i cili bëhet palë me ndërkombëtarët për të manipuluar rezultatin e zgjedhjeve në jo vetëm në Shqipëri, po dhe në vende të tjera. Deep state është ajo drejtoria e kontrollit të parave. Deep state, sepse ndërkombëtarët duan të dinë sa para kemi ne dhe sidomos në qoftë se vijnë para nga shtetet e tyre ku emigrantët dërgohen, sepse ata mund të tolerojnë që ti të bësh para të zezë, po nuk të tolerojnë që ato para të vinë këte, duan që të reinvestohen atje në vendit tyre, dhe prandaj kanë ndërtuar këto mekanizma gjoja për të luftuar krimin e organizuar, po në fakt qëllimisht ky që u thash, deep state kryesor është mos harroni SPAK-u. Ju kam thënë që në fillim që SPAK-u nuk do ta ulë korrupsionin, do ta ngrerë korrupsionin. SPAK-u do përdoret nga ndërkombëtarët për të bërë presion dhe trysnim mbi kryeministrat dhe mbi presidentët dhe mbi ministrat për çështje të ndryshme që ata mund të kenë ndonjë njollë në biografinë të kaluarën që ata ja u kanë, dhe SPAK-u i thret dhe ju bën presion që ata të lejojnë që ndërkombëtarët të vjedhin naftën, kromin, burimet hidrike, të blejnë hidrocentralet tona për 5 lekë, edhe të na sklavërojnë dhe të mbajnë kryeministrat në presionin e burgut, dhe ata pasaj t'i bëjnë ato firmat si jaben ai unë, fap, firmat. Në fakt ai bën fap, po firmat ai bën fap, kur
janë ata në lojë, se kur janë shqiptarët, i bëm fap, në qoftë se ti fap, janë mbush zhepat. Ky është kushti për këta të brendshmit. Kemi parë që ka dhënë dorëheqje Agaci, që është një lajm i keq për Ramën. Megjithatë Rama shkoi në Izrael, u përpoq ta blinte lirinë e vet atje, duke ndruar karrigen nga karrigja e globalistëve, duke u përpjekur të kalojnë në karrigen e antiglobalistëve, që se lufta, ja u kam thënë, bëhet mes globalistëve dhe antiglobalistëve. Nuk ka më luftë perëndim kundër Rusisë dhe Kinës. Sipas mendimit tim, ka luftë globalist kundër antiglobalistëve. Globalistët janë të grumbulluar aty ku ka qenë qendra e madhe e pushtetit, që është City of London, ndërsa antiglobalistët sot janë Trumpi, Putini dhe Xi Jinpingu bashkë me BRICS-in. Pra këta të gjithë bashkë po luftojnë kundër City of London, kundër botës së vjetër globaliste që kërkonte ato mekanizmat për të kontrolluar tregtinë dhe financat botërore. Dritan, mirë se më ka ardhur, mirë mbrëma pas kësaj hyrje që bëra për situatën këtu në Shqipëri, meqense ju ndoshta nuk keni qejf të flisni sot për situatën e brendshme. Ka një gjë, juve përmendet po të kesh ndonjë gjë, po, fjala për ju, për situatën e brendshme. Nuk është çështje vetëm situata e brendshme, është problemi i demokracisë. Prandaj ne pretendojmë se jetojmë në një demokraci. Demokracia funksionon kur funksionojnë 4 struktura demokracisë. E para janë gjykatat e pavarura. Po. Gjykatat do të jenë pavarura. 4 pushtetet tek shefja. Sistemi i drejtësisë është i pavarur. E dyta është media duhet të jetë e lirë. Pra, e lirë dhe e pavarur. E treta janë zgjedhjet e lira dhe e katërta është dhënia e llogarisë. Kur këto të katërta, qoftë sikur njëra nga këto të mos funksionojë, llogarit që demokracia nuk ekziston. Te ne nuk funksionojnë të katërta. Pra te ne nuk bëhet llaf më që në moment që nuk funksionojnë të katërta, do të thënë që shteti është inekzistent. Pra ka rënë shteti me kohë. Ajo çfarë pastaj është inerci vazhdimi i kësaj. Dhe ju përmendët emra. Mendim emrat janë të parëndësishëm sot te neve. Këta janë kalimtar të një sistemi grabitës që është ndërtuar për të grabitur pasuritë e shqiptarëve dhe për të ndarë Republikën e Shqipërisë, për ta zhbër Republikën e Shqipërisë. Është në këtë vazh të zhbërjes së Republikës së Shqipërisë. Ka filluar me Fatosin, shkoi te Berisha, erdhi ky, do vi një tjetër nesër. Pra ky është qëllimi i tyre, për sa kohë populli nuk reagon. Pra nuk jetojmë në demokraci dhe po shkojmë drejt zhbërjes të Republikës së Shqipërisë. Unë e mendoj pak më ndryshe këtë që thatë ju të fundit, Dritan. Unë e mendoj kështu, për këta të fundit. Këta erdhen me emrin Rilindja për të goditur rilindjen e parë. Dhe thanë, ne jemi rilindja e perëndimit, e globalistëve, rilindja e ylberëve, dhe nuk është rilindja e vërtet ajo që ju dini, që keni mësuar në shkolla, rilindja e ardhur nga Stambolli. I bëre shumë të thellë, ta nuk janë kaq të thellë. Jo, edhe dy fjalë. Ta nuk kanë këtë mençuri. Dhe jo, këta se kanë, po kanë këshilltarët dhe ai kanë shumë të dellëzuar. Është një komplot franco-cifuto grek, të cilët janë të interesuar për këtë, sepse çifutëve nuk e pëlqen që profeti i shqiptarizmës Naim Frashi të jetë në pullën e Iranit, ose që Fondacioni Shirazi për shembull erdhi përkthente librat e shkruara nga Naimi në persisht, ndërimet për shembull, dhe promovimin e veprave të Naimit, këtyre nuk ju pëlqente dhe sa juan ato bllokimet e sistemit e kështu, që unë mendoj që i ka bërë Mossadi për të dhënë një shkas Ramës, ose për t'i gënjur, ose Rama i di këto gjëra dhe e ka përdorur këtë kazus për t'i larguar, dhe këta kanë pasur në plan jo zhbërjen e Shqipërisë, po kontrollin e Shqipërisë, që një grup pakicash, vllau ortodoksësh të kontrollojnë Shqipërinë. Do t'ju them një edhe këta mendojnë të largojnë myslimanët, duke mos u dhënë mundësira për të pasur prona, për të jetuar, dhe myslimanët të ikin ande të bëjnë para dhe të dërgojnë pleqve të këtu remitancat, ose të mbledhin lekët që janë në të zezë ande, se shumica e shqiptarëve qoftë në ekonominë ngri që mund të punojnë në ekonominë të lejuar, por nuk janë të regjistruar, qoftë në ekonominë e zezë që mund të punojnë të rinjt me atë idealin për të duke mos gjetur punë ose me mendimin për të bërë sa më shpejt lek, këto dihen tashmë si them unë, mund të punojnë në një fushë, për shembull merren me drogë ose me prostitucion, dhe paret duan t'i dërgojnë këtë që këta të bëjnë kulla,
Dhe këto para pasaj pastrohen dhe këto kullat ju shiten për shembull çifutëve që ky i fton të vinë, sepse ata kanë shumë para. Dhe ata bëhen kontrollues të vendit, këtyre ju rikthehen ato lekët me një zbritje 30%. Nuk kjo që thoni, po unë i qëndroj asaj që thash, për arsye se ka një fakt në këtë aspekt që thash. Në vitin 2000, Pascal Milo, i cili ka qenë ministri i jashtëm i Republikës së Shqipërisë, ka botuar një libër. Ditari i diplomati. Quhet libri. Dhe në librin e tij, diku mbas faqes 200 diku, 230 ca, 250 ca, ai shkruan tekstualisht thotë në nëndor të vitit 1999, pra pasi kishte 5 muaj që kishte mbaruar lufta në Kosovë, më merr në telefon ambasadori anglez dhe më kërkon takim. Edhe e pres ambasadorin anglez, thotë në zyrë, ambasadori anglez vjen dhe thotë, para disa ditësh është bërë një mbledhje e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, mbledhje sekrete, në cilin ka marrë pjesë edhe Anglia. Dhe në të është vendosur, thotë, që Kosovës t'i bëhet dalje në detin Adriatik dhe Shqipëria të ndahet dhe kjo Shqipëri do ndahet, Kosova do të marrë, do dali deri në Lezhë, deri në Shëngjin, pra do ta marrë Kosova, Greqia do marrë pjesën e jugut deri në Llogara dhe pjesa e mbetur e Shqipërisë do të jetë një Shqipëri e vogël, një principate e vogël që mbetet nga derdhja e Matit deri në Vlorë. Pra, ky është një fakt i shkruar që e ka shkruar ai Pascal Milo. Dhe prandaj po shkohet drejt kësaj ndarje. Po mundohet të bëhet kjo ndarje dhe normalisht edhe këto që thatë juve janë i shërbejnë kësaj ndarje sepse shpopullimi, depopullimi, pra detyrimi i muslimanëve të largohen, detyrimi i shqiptarëve, katolikë dhe muslimanë që të largohen nga Shqipëria është pjesë e kësaj, sepse në momentin që ti largohesh, nuk ka kush i ndalon ata në këtë. Ata do të fusin këtu tuaj dhe këta pastaj ti kontrollojnë. Depopullimi i kësaj shkon te ndarja e Republikës së Shqipërisë. Pra grekët të marrin ato që duan dhe jemi te ajo që pra puqemi në plani greko-çifuto dhe pse janë edhe çifutën këto? Janë çifutën të lojës, sepse çifutët tashmë po mbështesin Bektashit, po mbështesin Bektashit në shërbim të grekëve dhe po mbështesin këtë Babamondin, ata po e financojnë, ata po e mbështesin politikisht, ata kanë çdollin për kraje dhe po e detyrojnë atë që ai të kërkojë shtetin Bektashi. Pra shteti Bektashi bën atë ndarjen e Republikës së Shqipërisë, sepse në sot në Kushtetutë shkruhet që Republika e Shqipërisë është shtet unitar. Pra nuk ka mundësi që të bësh federat. Pra në momentin që kanë qëllim tjetër që po e bëjnë këtë shtetin Bektashi. Ore, qëllime të tjera mund të jenë, po baza është ndarja e Republikës së Shqipërisë. Këta mendojnë që të shkojnë deri në Tigër dhe Eufrat, aty ku kanë skemën e Izraelit të madh. Ajo është tjetër gjë. Dhe ata që janë atje ti dërgojnë këtu, t'ju thonë shkoni tash se keni shtetin ata po nuk është shit juve të Bektashit. Jo, po është shtet shit, sepse këtu është gjithë problemi. Bektashit e Republikës së Shqipërisë nuk janë shit, nuk është shiizëm. Janë tarikati i shiizmit. Jo, është tarikati i sunizmit. Bektashit janë tarikati i sunizmit, jo tarikati i shiizmit. Po mundohen ta shesin si tarikat të shiizmit, po s'është e tillë. Kanë qenë dhe mbeten gjithnjë tarikati i sunizmit, bektashizmi në Republikën e Shqipërisë. Nuk janë shit. Derisa kanë lidhje me Imam Aliun, nuk diskutohet që janë të shiizmit. Nuk është shiizëm, është tarikat sunit. Profetin kryesor kanë profetin Muhammed. Por e barazojnë Imam Aliun me profetin Muhammed. Ata e barazojnë, po kjo nuk do thotë që i bën shit. Nuk janë shit. Nuk janë fare shit. Bektashizmi, i cili ka lindur në Turqi, është tarikati i sunizmit, nuk ka qenë shiizmi fare. Dhe Haxhi Bektashi ka ardhur nga shit, ka ardhur nga Irani, ka ardhur dhe në Turqi kanë ngritur. Po sekti sunizmi. Gjithsesi, ndarja është, mua nuk më intereson pjesa tjetër se ç'duan të bëjnë ata në rast se sillin. Pra, në rast se ti ndan Shqipërinë, bëj çfarë duash për mua, pastaj më mbrapa, nuk ka më vlerë. Prandaj nuk i hyj atyre se çdo sjellin ata. Në moment që ti e ndan Shqipërinë, e zhbën këtë vend, në moment që ti e zhbën këtë vend, pastaj nuk ka më vlerë se më mbrapa. Ata janë penduar, nuk diskutohet që kanë lënë në presionin austro-hungares dhe gjerman, po pak edhe italian në konferencën e ambasadorëve në Londër. Unë kam përkthyer kujtimet e Sazonovit, është një libër shumë i mirë. Sazonovi ka qenë ministri i jashtëm rus, që ka qenë aty prezent dhe ka shkruar kujtimet e veta dhe është i vetmi burim që ka ekzistuar në gjuhën shqipe deri në momentin që unë botova librin se çka ka ndodhur brenda në konferencën e ambasadorëve. Se ka pasur kështu kot nga Akademia e Shkencave Llafe të përgjithshme, por nuk kishte asnjë botim nga një dëshmitar okular dhe njeri që kishte peshën në bisedime aty brenda dhe ai ka treguar çdo ditë çfarë kanë biseduar ata dhe për Shqipërinë, janë aty kujtimet. Pastaj më vonë ka botuar kujtimet nga austro-hungarezët edhe
e nderuara Eleni Kocaqi, që tregon për atë periudhë ndikimin e fortë austro-hungares për çështjen e vendosjes së Shqipërisë politike të mbetur të 13. Mirë, Dritan, pas këtij bashkëbisedimi, besoj të frytshëm për shikuesit tanë, para se të filloj bisedën, dua t'ju kujtoj që ne kemi sponsor dhe ujin Lajthiza, i cili është me të gjitha produktet e veta moderne të fundit që ka sjell dhe me ujin që të gjithë ne s'ka nevojë të u them unë, e konsiderojmë ndër më të mirin, ndoshta më të mirin këtu në Shqipëri. I përshëndesim pronarët e ujit Lajthiza, Eri Elezin. Dritan, unë folëm pak edhe para se të vije këtu, që kisha dëshirë dhe ram dakord që të flisim në lidhje me çështjen e dosjes së Epstein, që është aq shumë e përfolur, por natyrisht do flasim pak në një këndvështrim tjetër, jo çfarë ka dosja, jo kush janë të përfshirë në dosje, shumë me emra, siç është folur deri tash, megjithëse ne edhe mund të përmendim, s'ka ndonjë gjë përsëritje me Medies, edhe emrat, dhe të bëjmë ilustrime për ato që do themi. Unë kisha dëshirë të bashkë bisedonim si mendon ti dhe si mendoj unë, domethënë për dosjen e Epstein. Pse dosja e Epstein doli tashi në këto momente, në këtë lloj gjeopolitike botërore, në këtë lloj situate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Si e mendon ti? Dhe edhe unë do them disa mendime të mia dhe lexuesi, shikuesi i emisionit ton të filloj të përsiat, të thot pse, se gjithmonë çdo ngjarje që ndodh, çdo lajm që jepet, nuk duhet ta merrni shablon, ta keni trurin tabula rasa, një fushë të bardhë të pashkruar, po duhet të keni idetë tuaja dhe të bëni gjithmonë pyetjet pse, ku, kush, kur, gjithmonë dyshoni në ato që shikoni dhe analizoni. Të gjithë duhet të analizojmë, të gjithë duhet të themi mendimin tonë, domethënë aeropagu i elitës të analistëve të Shqipërisë duhet ta bëjë të paktën këtë gjë. Elita e analistëve të Shqipërisë duhet ta bëjë këtë gjë dhe këtë po përpiqemi të bëjmë dhe ne. Pse, Dritan, ti mendon që ndodhi tash, si e shikon këtë lloj të lloj? Kemi të bëjmë me një skandal publik dhe moral. Dhe skandalet publike, skandali moral mund të ndodhi, po ska kur ky skandal moral bëhet edhe skandal publik, atëherë do të parë si u bë skandal publik. Po. Dhe skandali publik ka dy mënyra për të bërë. Një mënyrë është kur e bën kjo gazetaria e pavarur, kurse një mënyrë tjetër është kur shteti e bën publik skandalin. Dhe në këtë rast jemi në aspektin e dytë, që shteti e ka bërë publik skandalin. Pra ky skandal nuk u bë publik për shkak të medias të pavarur. Pra nuk doli për shkak të gazetarisë të pavarur dhe ata e zbuluan këtë gjë dhe e bën publike. Në rast se do kishte një gjë të tillë, atë mund të themi që po, ka funksionuar media e pavarur, ka funksionuar demokracia. Po në momentin që është shteti ai që e bën publik, atëherë shteti ka pasur një hesap shumë më të rëndësishëm, një qëllim shumë më të madh dhe ka një qëllim që e bën. Sepse veprimet shtetërore janë gjithnjë me qëllim. Sepse shteti ecën me plan. Po. Dhe ka pasur një plan pas kësaj bërje. Tashmë plani, dhe këtu duket sikur po hym në ato teoritë konspirative, por kështu funksionon mënyra e shtetit. Pra kur shteti e bën një skandal publik dhe kur më tepër ky skandal është edhe skandal moral, i cili cënon bazat e shtetit, sepse pse cënon bazat e shoqërisë? Cënon bazat e shoqërisë sepse duke qenë edhe skandal moral në të, atëherë ka cënuar atë kontratën morale dhe shoqërore që neve kemi, atë që thoshte Rusoj, sepse kur jetojmë në komunitet, kemi bërë një kontratë morale dhe sociale me shtetin. Kontrata morale dhe sociale me shtetin është që duhet të mbrojë. E kam botuar unë fryma ligjeve. Po, shumë bukur. Dhe neve duhet të heqim dorë nga disa të drejta, pasi shteti na garanton sigurinë, dhe pse siguria kryesore që na garanton sigurinë e fëmijëve. Pra ata janë pjesa më e prekur e shoqërisë, cilën kërkojnë mbrojtjen më të madhe. Dhe që humbasin 8 milionë në vit. Absolutisht. Pra kur këta fëmijë cënohen nga ky skandal, janë pjesë e këtij skandali, është baza e këtij skandali moral, janë fëmijët, automatikisht kjo kontratë ka përfunduar. Pra këtu jemi në zhbërjen e një kontrate sociale dhe morale që popujt kanë me qeveritë e tyre.
Dhe në këtë rast kemi popullin amerikan me qeverinë amerikane, baza kryesore dhe pjesa tjetër pra gjithë perëndimi që është pas kësaj dhe që janë përfshirë në këtë kontratës është kushtetuta. Dhe pastaj pre kushtetutës dalin ligjet e tjera. Jo, është tjetër që po del kodi parimi bazë është një kontratë sociale dhe morale që ti bën. Pastaj mbi këtë ndërtojmë kushtetutën dhe ndërtojmë ligjet e tjera. Pra unë, kur në momentin që njëri nga kontraktuesit e thyen këtë kontratë, normalisht parashikuar që këtë kontratë mund ta thyej kontraktuesi i dytë, pra që është populli. Pra unë si po mund ta thyej këtë kontratë sepse shoh që ti ke shkelje korrupsionin, ke vjedhjen, ke shkeljen e të drejtave të njerëzit po në momentin që këtë kontratë e thyen kontraktuesi tjetër i cili është shteti dhe shteti nxjerr në pa një skandal që prek vetë shtetin, atëherë automatikisht nuk ka logjik tjetër përveç se që shteti po do të mbulojë një skandal tjetër më të madh, duke nxjerrë një skandal tjetër të cilin ai e konsideron më të vogël. Pra për neve ky është skandal i madh. Por ama për shtetin ky mund të jetë më i vogël se një skandal tjetër. Kush mund të jetë ky skandal që kërkohet të shihet? Do shohim çfarë ka ndodhur pra në momentin që dolën këto, në momentin që ndodhen këto, cilat janë marrëveshjet e fshehta që janë bërë, çfarë ka ndodhur? Pra ndodhi në Iran. Në Iran ndodhi në janar kur doli kjo, sapo kishte filluar protestat në Iran dhe ato dështuan pas 12 ditëve, 13 ditëve. Pra e para dështoi totalisht e gjithë kjo, u angazhua gjithë perëndimi, u angazhua departamenti i shtetit, u angazhua CIA me financa me dhe dështuan në këtë sulm që i bën Iranit me protesta, pra dështuan protesta totalisht. Dhe në momentin e dështimit të protestave këta deklaronin që ne nuk kemi lidhje me protestat, pra ishin protestat, ne i mbështesim protestat, por ato ishin spontane, ndërkohë që tashmë kanë dolën të dhatë që pas kanë qenë të sponsorizuara. Ti mendon që Trumpi dhe Shtetet e Bashkuara duan të arrëzojnë sistemin politik në Iran? Absolutisht duan të arrëzojnë sistemin politik në Iran, sepse është sistem politik, shiko, Trumpi dhe këtu do vim. Kemi një problem të madh me perëndimin. Perëndimi po është aktualisht në fund në varzën e kryqëzatave. E gjitha kjo që po ndodh është një kryqëzatë e pastër. Ata nuk janë vetëm ndaj Iranit, janë ndaj çdo lloji shteti i cili ka bazë fetare të pastër dhe bazë konservatorizmi dhe bazë nacionalizmi. Pra janë kundër Rusisë sepse Rusia ka ndërtuar një shtet konservator me bazë fetare, pra ortodoksin, teokratik. Edhe Irani është pra kanë bazën fetare të pastër, të paprekur, pa janë bazuar në këtë. Kurse perëndimi në këtë moment e ka humbur bazën fetare, totalisht. Pretendon se ka këtë katolicizëm cilin e ka përzier kristiano-judaizmin. Kjo është një diçka e sajuar, nuk ekziston fare. Dhe ky kristiano-judaizmi ka marrë shpatën dhe po bën këtë kryqëzat ndaj këtyre vendeve që përballen me këtë, pra me moralin. Kemi një pjesë, jemi sërish te morali. Pra perëndimi i pamoralshëm po përballet me disa vende të cilat kanë vënë për bazë morale. Sekularizmin e kanë fusur protestantët më shumë. Po dakord, po ama kjo është, tu kemi këtë përplasje. Dhe prandaj ata ata nuk i shqetëson Irani. Pra Irani i natyrë intereson të rezistojë, të ekzistojë si shtet, po jo me qeveri fetare. Pra çfarë do lloj qeverie tjetër për ata është problem. Mjafton të heqë bazën fetare, sepse qëndron morali dhe këtu kemi përplasjen e të moralshmes me të pamoralshmen. Dhe fakti i këtij skandali që doli. Dhe ky skandal ka përfshirë jo vetëm qeverinë amerikane, jo vetëm presidentin e Amerikës, po shumë të tjerë në gjithë perëndimin tregon që kemi në qeverisje e kanë marrë pedofilët të pamoralshmit dhe po përballen me pjesën tjetër që nuk janë pedofil. Nuk po i them të moralshëm sepse morali ka disa nivele. Kjo është një mendon ju çështja e Iranit. Absolutisht, në çështje tjetër për shkakun që duan të fshehin. Po çështjet e tjera këtu ka çështje pafund, çështje të cilat mund të jenë marrëveshje të fshehta që bëjnë këto grupet që ata diskutojnë. Marrëveshje të cilat ne nuk i dim që janë bërë sot, ose që mund të bëhen, ose që ka plasur një skandal dhe pritet të dali pak më mbrapa, dhe nxjerrin gradualisht për mos e rënë. Por fakti që shteti nxjerr një skandal dhe vazhdon të publikojë dokumenta, sepse fakti që ai vazhdon të publikojë, pra janë mbi 5.000-6.000 dokumenta dhe kanë publikuar 3.500. Këto të Trumpit me fëmijët, se kemi parë shumë, se tash nuk i dallojmë dot të kush është me inteligjencë artificiale dhe kush është reale. Ka rëndësi është shumë e thjeshtë, për mua është shumë e thjeshtë, ka një gjë. Si mund të nxjerrin këta, domethënë Ministria e Drejtësisë pambondi që e ka vendosur Trumpi, si mund të nxjerrin këta video të Trumpit në ambientet e Epsteinit? Problemi është i tillë. Çfarë përfitim mund të kenë këta nga kjo? Qeverinë amerikane sot apo është deep state që i nxjerr sot? Qeverinë amerikane sot e kontrollojnë AIPAC-u. AIPAC-u është organizata e çifutëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kongresi i çifutëve. Dhe sot aktualisht ata nuk kanë gjetur person më të cënueshëm se sa Trumpi që ta përdorin për interesat e tyre, dhe po e përdorin realisht për interesat e tyre. Pra për atë që juve diskutuat pak më parë që thënë duat të shkojnë deri në Eufrat. Po vetëm çifutët sot Izraeli nuk mund të shkojë
as deri në Jordani. Ajo dihet, Pra, po u largua Amerika. Nuk hyn dot as në Gaza. Ata nuk ekzistojnë më. Pikërisht, pra ju duhet Amerika. Dhe me Amerikën duhet gjithë pjesa tjetër e perëndimit. Ju duhet gjithë fuqia e NATO se gjithçka tjetër çfarë ka, sepse vetëm me këtë ata mund të realizojnë. Dhe për këtë arsye ata po përdorin gjithçka. Nuk ka rëndësi se kush vjen aty me emër. Prandaj thashë në fillim, nuk ka rëndësi emri, qoftë ne, qoftë atje. Pra fiet i drejtojnë të tjerët. Dhe fiet aktualisht i drejtojnë ta çifutët. Dhe këtu është gjithë problemi i kësaj. Dhe ata çifutët siç kanë hyrë atje, po hyn edhe te neve. Po hyn edhe në Ballkan. Fuqishëm. Për të mbajtur këto fije, sepse Amerika ju duhet për mbështetje, Ballkani ju duhet për thellësi strategjike, sepse Izraeli nuk ka thellësi strategjike. Izraeli është një vend i vogël dhe i duhet thellësia strategjike. Thellësia strategjike i duhet për të ndërtuar industrinë ushtarake të vetë dhe industrinë kimike, i cila duhet për të mbështetur fuqinë ushtarake izraelite. Sepse aktualisht ajo ka industri ushtarake në Izrael. Por siç u pa në luftën 12 ditore Irani e ka të kërcënueshme se Irani mund t'ia shkatërrojë. Atëherë çfarë do bëj? Ka bërë marrëveshje me Shqipërinë, me Serbinë, me Rumaninë, me Hungarinë. Është duke ndërtuar një sistem tjetër ajrpom. Si mendon ti, mund të jetë efikase? Nuk është funksional fare sepse është i bazuar mbi raketa të viteve 70. Nuk ka asnjë lloj efikasiteti ajo, është pa vlerë. Çfarë janë ato që po ndërton tash? Nuk po ndërton asgjë, po se kam parë në për këto videot që vendosin kështu. Nuk po ndërton asgjë, po shton kapacitetin e raketave Patriot dhe të raketave THAAD, pra vetëm po e shton atë aerodromi që ka. Nuk është se ka ndonjë lloj tjetër më cilësor. Nuk ka asnjë lloj tjetër më cilësor, këto janë prodhimet dhe këto, por janë prodhimet e viteve 80. Po. Pra nuk ka kapacitete sot që të mbrohet nga goditë dhe u pa raketat. Ndërkohë Irani flitet që e ka arritur fuqinë vet. Absolutisht që e ka arritur fuqinë e vet. Edhe mbrojtëse dhe sulmuese ka arritur kapacitetin e vet të prodhimit të raketave balistike. Në loj. Kina ka qenë prej fillimit, po pas luftës 12 ditore ka hyrë më fuqishëm Kina në loj, duke sjellë edhe komponent për prodhimin e raketave dhe duke ndihmuar edhe në shtimin e sasisë së prodhimit të raketave. Mendon ti që mund të ketë ndonjë rrezik që Izraeli ta mbyll vetë luftën me Iranin me ndonjë goditje bërthamore? Jo, Izraeli nuk mund të bëjë goditje bërthamore sepse ka turp. Jo, nuk është çështje turpit, po goditja bërthamore e Izraelit atëherë duke qenë se aktualisht jemi në një fazë në cilën nuk funksionon më, ka mbaruar dhe marrëveshja bërthamore ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë. Pra nuk kemi kontroll të lëvizjes së armëve bërthamore më, nuk di askush se ku i lëviz çu lëviz. Dhe mund të ketë frikë që ka dhe Irani. Absolutisht, problemi këtu qëndron sepse mund të ketë Izraeli me gjysmë bombe bërthamore zhduket i gjithë. Absolutisht, mund të ketë goditje bërthamore, pra duke qenë se tashmë nuk dihet se çka dhe nuk të mjafton sepse ne po flasim për një bombë bërthamore. Irani nuk ka nevojë të bëjë bomba bërthamore me kapacitetin bërthamor që ajo ka, edhe me atë 60% që ti mund të bësh atë quhet dirty bomb, pra bomba të pista. Dhe mund t'i vëri një koke raketore, 2 koka dhe ajo lëshon dhe nuk ka nevojë, pra mbaroi Izraeli, pra këtu nuk është se ka shpëtim nga bomba bërthamore dhe bomba bërthamore izraelite nuk është se i bën ndonjë dëm të madh, se Irani është i ndarë nga 2 varg male, pra arrin të godasësh pjesën e dytën, pra nuk arrin ta shuash gjithë Iranin. Kurse Izraeli, siç thash, nuk ka thellësi strategjike dhe siç thatë me një bombë merrfund. Prandaj nuk do të hyj kësaj sepse është e pa leverdisur nga gjithë anët. Regjia. Pra është e pa llogarisur. Regjia, bravo. Nga ana strategjike. Por ajo, fakti që ata po kërkojnë të ndërtojnë thellësi strategjike në vende si Ballkani, tregon që nuk kanë ndërmend të përdorin bombën bërthamore, sepse ju duhet, po të kishin nevojë për bombën bërthamore nuk ndërtojnë thellësi strategjike, pra nuk e bien industrinë e tyre ushtarake në Ballkan. Po. Si e kanë arritur këtë ekspansion në Ballkan, domethënë që kanë filluar, siç e thatë ju dhe që unë mendoj që është ashtu. Nëpërmjet pse për shembull ju është krijuar kjo mundësi nga njerëz si Vučići dhe Edi Rama? Sepse njerëz mendon ti që këta janë pro-sionistë, mendon ti? Jo, nuk janë pro-sionistë, apo janë të thellësisht të korruptuar dhe të shantazhuar nga deep state-i që ata kanë. Të kemi gjë parasysh, udhëheqësit që aktualisht janë në Ballkan nuk kanë njohuri fetare. Pra nuk i përkasin njerëzve të cilët kanë njohuri fetare, mund të thellohen në njohuri fetare dhe kanë dituri fetare. Luftën e madhe religioze, mira vjeçare. Nuk e kanë këtë njohuri fare dhe nuk i përkasin kësaj që thua që ata kanë përkrahur zionizmin për shkak se ndjejnë veten aty, njeriu mund ta ndjejë, por nuk e njohin fare. Historinë e zionizmit nuk e njohin. Nuk kanë asnjë njohuri. Problemi është që këta udhëheqës që neve kemi, që kemi zgjedhur, pra Rama këtu, Vučići atje, Albinia në Kosovë, këta të Maqedonisë, këta të Rumanisë. Këta njerëz që kanë probleme politike të brendshme. Albini mund të jetë i përfshirë në këtë lloj sipërmarrje që ne e përmendëm? Absolutisht po, sepse Albini çfarë diti ka ndonjë diçka me Izraelin Albini?
Jo, nuk ka, aktualisht nuk ka direkt me Izraelin, po do të bëhet nëpërmjet Shqipërisë nëpër kësaj marrëveshje 3 paqe, pra Kosova u fut në marrëveshje me Izraelin nëpërmjet marrëveshjes 3 paqe Shqipëri, Kroaci, Kosovë. Po të shlidhje ka kjo me Izraelin? Po sepse Izraeli do ndërtoi në Republikën e Shqipërisë 2 fabrika për ndërtimin edhe të dronëve ato, dhe tashmë Shqipëria çka ka bërë? Kroacia nuk ishte në këtë marrëveshje me Izraelin. Se Kroacia nuk pranoi të futet me Izraelin, sepse një pjesë e kroatëve janë ustash, ata kanë qenë kundër çifutëve dhe nuk janë nacionalistë ekstremistë. Dhe tashmë, duke mos e futur si i fusim kroatët, i fusim nëpërmjet mashtrimit nëpërmjet Republikës së Shqipërisë. Dhe si e bëm? Tash Republika e Shqipërisë ka propozuar Kroacisë dhe Kosovës që të bëjnë një marrëveshje të përbashkët 3 paqe në fushën ushtarake për bashkëveprimin dhe ndërtimin e forcave ushtarake. Po mirë, shiko. Unë vjet dritan pashë që jo ta mbaroj. Kjo fabrika që po ndërtohet në Shqipëri do prodhoj dronët. Do prodhoj dronë. Dhe tash në prodhimin e këtyre dronëve, në këtë marrëveshje është futur edhe Kroacia dhe Kosova. Po dronët janë izraelit. Dakord, përfitimet e tyre ekonomike nga prodhimet ushtarake mund të realizohen në këtë koalicionin Shqipëri, Kosovë, Kroaci, por kemba e çifutëve nuk është se mund të shkel shumë siç po shkel në Shqipëri dhe të blerë prona. Kjo nuk mund të ndodhë në Kroaci dhe në Kosovë. Në Kroaci në Kosovë jo. Nuk e kanë ata, shiko, nuk do nuk do rreziku i Shqipërisë që ndron nga ardhja e tyre dhe blerja e pronave këtu. Nuk e shikoj rrezikun shumë nga. Do të kesh gjë parasysh, përse ata nuk në Kosovë ata nuk shkojnë, sepse Kosova nuk ka dalje në det. Vjet kishin zaptuar gjithë Sarandën ata me pushime. Kish më shumë çifut, se ne themi gabim izraelit, jo izraelit. Do vazhdoj të ketë për arsye se edhe ndikimet mbi Shqipërinë nuk janë të Izraelit, janë të çifutëve botëror. Ardhja e çifutëve. Izraeli është një pikuj në fuqinë e sionizmit. Ardhja e çifutëve dhe izraelitëve këtu për pushime është për ta, është i vetmi vend ku ata mund të shkojnë lirshëm. Ata nuk mund të shkojnë më të bëjnë pushime në asnjë vend tjetër botës. Po ketojnë vende që në rast të një lufte që pas luftës në Gaza, nuk është një problem. Me luftën në Gaza ka nisur një veprimtari politike vullnetare në të gjithë vendet e botës, ata që kanë përkrahur Palestinën dhe që dolën, ose edhe ata që nuk e përkrahin Palestinën, por që dolën kundër genocidit që bëri Izraeli. Si Francesca Albanese. Shumë mirë, po, si Francesca Albanese. Mund ta përmendim pak për po, flasim edhe për të, dhe të gjithë ta njerëz tashmë kanë dalë verifikimin e të gjithë izraelitëve dhe çifutëve që po shkojnë për pushime në botë. Dhe këtyre ushtarëve izraelitë që kanë vajtur kanë vrarë fëmijë në Gaza dhe pastaj shkojnë për të bërë pushime. Dhe po i identifikojnë me telefona, me kudo, dhe po i akuzojnë në vendet e tyre, edhe në Skili, edhe në Spanjë, edhe në Argjentinë ka pasur raste të tilla ku kanë akuzuar ushtarë direkt që i kanë nxjerrë nga rrjetet sociale dhe kanë akuzuar dhe ata kanë detyruar të ndërpresin pushimet dhe larguar. Në të vetmin vend ku ata nuk po kanë probleme. Është Shqipëria, ata edhe në Greqi ndaluan, në Greqi vjetu ndaluan anijet të zbarkonin. Pra punojësit edhe në Qipron greke filluan të bënin. Pra, dhe në vetmin vend ç'a mund thua ti për këtë? Vetëm vend ka mbetur Shqipëria ata që janë pronar të këtyre bizneseve të turizmit dhe që numërojnë ato dollarët që vinë nga Izraeli. Problemi është ç'a mund të thuash ti në një gjë këtyre? Nuk do të them asnjë gjë atyre. Problemi këtu është tek ndërgjegjësimi qytetar. Pra neve jemi një popull, shqiptarët që e kemi pësuar genocidin në Kurriz. Dhe kemi genocid të hershëm dhe genocid të vonshëm. Genocidi i vonshëm është ai 99-s në Kosovë. Dhe aktualisht kemi plagë të pambyllura nga genocidi serb në Kosovë. Dhe një popull që ka plagë të pambyllura nga genocidi në Kosovë nuk mund të bëhet të pranojë genocidin në një popull kundër një ata që kanë bërë genocid kundër një populli tjetër, pavarësisht se kush është ai popull tjetër, çfarë do lloj feje të ketë ai popull tjetër. Pra në këtë moment do thotë që ky popull nuk i mungon ndërgjegja, pra popullit ton, atyre që bëjnë të biznes, ju mungon ndërgjegja. Dhe një personi që mungon ndërgjegja nuk mund t'i thuash më asnjë gjë. Nuk po flasim këtu për qeverinë që i fton ata dhe është qeveria tonë është mbaruar në këto drejtime. Po është ndërgjegjësie, sepse ky popull, nuk po them popullin e Shqipërisë, po them këta që bëjnë biznes me këta çifutët, që bëjnë biznes me këta izraelitët. Shmungesë ndërgjegjësie, le të kujtojnë një vitin 1999, kur Serbia i përzuri shqiptarët nga Kosova dhe u detyruan të gjithë, dhe ky popull ju hapi dyert. Unë do të shtonja edhe një diçka tjetër, jo vetëm këtë komponentën morale që thua ti, unë do shtonja. Po, është komponenti moral. Jo, është dhe komponenti i rrezikshëm i futjes së tyre këtu. Fëmijët e tyre do t'i derdhin këto lekët që marrin gjyshi dhe baballarët e tyre. Do t'i derdhin lot në qoftë se ata hyn se e ka treguar eksperjenca këtë gjë. Po baza është kjo. Kujin ata ju marrin ekonominë sfavorojnë. Dostojevski ka një shprehje, thotë, aty ku mungon Zoti, çdo gjë është e lejuar. Dhe në momentin që ti nuk ke ndërgjegje, pra bie morali, Zoti nuk është më. Po.
Pra këtu jemi te ky problemi, mbetemi gjithnjë te lufta e të mirës me të keqes, te lufta morale. Tashi, Dritan, do bëj dhe unë një ekspoze në lidhje me këtë çështje që fole, për temën që bëmë, kush mund të jenë, si shikoj unë, do me thënë arsyet e dosjes e pse tani, po para se të flas për këtë, do përmend dhe pak të Iranit, çështjen e Iranit. Unë mendoj që Trump dhe ato OJF të ndryshme, 300 OJF të grumbulluara që i bën planin e qeverisjes Trumpit dhe para të cilave ai qëndron shumë i bindur, nuk kanë ndërmend të rrëzojnë Iranin, sepse e shpjegova pak, lufta është me globalistët. Ata gjithë qëllimin kanë të ndajnë perandorin britanik. Jo të ndajnë, jo të rrëzojnë, të rrëzojnë qeverinë. Të rrëzojnë qeverinë, pra po. Ata duan të coptojnë Britanin. Ky është qëllimi madh i Amerikës, i Kinës dhe i Rusisë. Duan të ndajnë Irlandën, të ndajnë Walesin, Skocin dhe ta lënë Britanin vetë. Dhe Irani është në linjën kundër globalistëve bashkë me Kinën dhe me Rusinë dhe është aspirant për të hyrë në BRICS dhe me Brazilin, me Afrikën e Jugut, por dhe me disa shtete tjera si Turqia që është e përfshirë edhe ajo në këto skema. Ndërsa për dosjen e Epstein, sepse unë kam dëgjuar shumë, kam medituar shumë dhe kam analizuar shumë. Dosja e Epstein nuk doli tash. Jo. 2008 dosja e Epstein, pse u publikuan tashi, se ato aferat me çfarë merresh e ky janë shumë më të vjetra. Arsyeja që dolën tashi dhe u ekspozuan çka ka ndodhur një pjesë e madhe, se një pjesë prap janë të deklasifikuara. Unë mendoj që duhet analizuar pak që në lashtësi kur ka filluar të kanonizohet libri parë monoteist i feve abrahamike, që është Dhjata e vjetër ose Torau, ose Tora, siç i themin ndonjëherë. Tora është kanonizuar në vitet 600-700 para Krishtit dhe është pak a shumë kodifikimi i atyre që për të parë, ja u ka thënë Mojsiu në lidhje me librin Tora, sepse monoteisti i parë sigurisht është Abrahami. Mojsiu është në vitet 1300, kur pak a shumë kur janë zhvilluar dhe luftrat e Trojës, 1180 para Krishtit. Abrahami duhet të jetë rreth viteve 1800, 1900, 2000 para Krishtit, sepse jetonin atë kohë 150 apo kështu 850 vjet, 800 vjet, 900 vjet. Disa profet. Dhe çfarë karakteristik ka Tora? Tora ka karakteristik sepse jep hebrejve të asaj kohe, racës pra hebraike, jep një profil mesianik në sy të popujve të tjerë. Dhe thotë që ne jemi populli i zgjedhur, që na ka zgjedhur Perëndia për të drejtuar botën. Mirë po këtyre më mungon të shteti. Dhe këta mungesën e shtetit u përpoqën të jepnin këtë mesazh nëpërmjet unitetit rreth këtij libri të diasporave. Çifute, po kjo nuk funksionoi. Dhe dolën disa kundërshtar brenda tyre, siç ka qenë Shëmpali, se nuk e di nëse Krishti ka ekzistuar apo është një mit. Doli Shëmpali i cili propagandoi ungjillin bashkë me disa miqtë vet, apostoj që dhe këta ishin xhuish. Shëmpali nuk ka jetuar në territoret e Palestinës, ka qenë nga diaspora dhe ka ardhur nga Tarsusi, nga Azia e Vogël. Por u bë leadership i këtij grupi që u përpoq ta përrapte dhe këta e ndryshuan mesianizmin. Nga mesianizmi hebraik, i një race, midis shumë racave në botë, këta e kthyen mesianizëm të gjitha racave, por me një kusht, që të gjitha ata, nga të gjitha racat që besonin ke ungjilli dhe ke Krishti, ke idetë e Krishtit, ishin popull i zgjedhur. Pra nuk kishte rëndësi ngjyra, etnia, gjuha, kultura që ti flisnje, gjeografia. Kishte rëndësi vetëm që ti të besonje ke Krishti.
Dhe këtyre ju rrëzua mesianizmi, që kishin aq shumë problem dhe nëpërmjet cilit kërkonin të sundonin. Dhe ky mesianizëm i krishterë vazhdoi sidomos mbasi u bë fe zyrtare ke Roma, krishtërimi në vitet 320 në kohën e Konstantinit të Madh, dhe pasaj kaloi nga perandoria romake në perandorinë e krishterizuar romake që u quhet perandoria romane, ku përfshin edhe popujt gjermanik që erdhën nga veriu, me Alarikun e me këta të tjerët disa periudha në histori. Dhe krishtërimi filloi të përhapeshe dhe në lindje me Konstantinin, i cili u vendos në Konstantinopol, ose në Bizantin, ose në Stambollin e sotëm. Më pas pati një skizmë të krishtërimit, një ndarje, dhe ka qenë viti 1054, që është skizma e madhe ku ndan katolikët dhe ortodoksët për disa çështje dogmatike dhe kanonore të tyre. Në këtë kohë filluan të ndërtoheshin disa mbretëri të fuqishme tregtare që kishin nevojë për kapitale financiare. Dhe këto ishin Republika Tregtare e Venetikut në vitet 1000-1100 dhe Republika Tregtare e Gjenovës, që filluan të udhëtonin me vapor dhe kishin nevojë tregtarët për flori që të blinin mallra në lindje. Dhe në këtë kohë u afruan fajdegjint nga bota e vjetër, që ishte Babilonia, lindje mesme, edhe gjithë territoria aty i Azis, ku bashkohet Turqia e sotme, kufiri Ugor me Sirin dhe me Iranin, dhe erdhën që nga vend ku ata kishin grumbulluar kapitale nëpërmjet fajdes që u lejonte feja e tyre, ndërsa Islami nuk e lejonte dhe kishte 4 shekuj Islami që kishte dalë në këtë kohë dhe ishte bërë sundus në atë botë, që pas Muhamedit, domethënë, sidomos mbas fuqizimit të Islamit, mbas vdekjes Muhamedit me ata profetët e parë, me Abu Bekrin, me Nuk ishin pasus të Muhamedit. Po pra, pasus të Muhamedit, ata e zgjeruan atë fuqinë e Islamit. Dhe këta fajdegjinj erdhën në Venetik. Këto po i sqarojmë shumë edhe për bashkëbisedim, po edhe për dëgjuesin, dhe ajo është vetë pasaj njerëz të ndryshëm mund të kenë ide të tyre. Bashkimi i këtyre fajdegjinjve me borgjezin e re që kishte filluar tregtare të krijoheshin në këto vende, krijoi atë që quhet fisnikëri e zezë dhe sot quhet iluminat. Çifutëria bëri një përpjekje të fortë mbasi Roma e shkatroi tempullin e dytë të Jeruzalemit dhe i dëboi dhe ata pak çifut që kishin mbetur në Palestinën e sotme fizike, këta nxorën Talmudin. Talmudi kishte një ndryshim nga Torau dhe ishte një përpjekje që këta të rimenin përsëri atë profilin e tyre mesianik para syve të popullit. Dhe Talmudi nuk është i mbështetur mbi moral. Është i mbështetur mbi sundim, mbi fuqi. Dhe këta thonë, shto që fut mund të bëj sklever gojimët. Gjithë pasuria që ndërtojnë gojimët bëhet për interes të çifutëve, është prona tonë. Ne mund të vrasim një gojim quhen popujt e tjerë që s'janë çifut. Ne mund ta vrasim, por një gojim nuk mund të vras dot një çifut, dhe nëse e vret gjithë çifutët duhet bashkohen derisa ta gjejnë ku është shehur dhe ta vrasin. Dhe kanë shumë gjëra të këtilla. Po përveç kësaj, këta kishin dhe ideologjinë e tyre mistike nëpërmjet kabalës. Dhe bashkimi tash i këtyre lloj njerëzve që kishin për libër bazë jo parimet e Mojsiut, mos vith, mos ngacmo gruan e komshiut, që ishin parime morale mbi të cilët u ngrit tora, pra që respektonte të gjithë njerëzit e tjerë, pavarësisht se çfarë ishte, nuk bënte dallime, Talmudi bënte dallime. Dhe kjo u shoqërua dhe me misticizëm. Dhe mbi bazën e Talmudit u ngritën disa ideologji që sot bazohen këta që bëjnë këto Epsteinin. Dhe këto ideologji ishin sabateanët,
nëpërmjet profetit të tyre Sabata Zevi, i cili ka jetuar dhe këtu në Shqipëri dhe e ka internuar sultanin në Ulqin. Kemi një parë se ju po thoni profet, duhet kemi profeti i fundit të njerëzimit është Muhameti. Gjithë tjerët janë pse profet rrem, janë. Po, këta e konsiderojnë profet. Nuk thashun që është profet, jo. Këta e kanë profet. Rothschildët për shembull janë sabatean. Janë sabatean. Një Sabata Zevi, nuk po flas tash për biografinë e tij, se mund të flas shumë. Sabata Zevi krijonte midis të tjerave orgji dhe i pranonte që njerëzit tynin me maska dhe mos mbështeteshin ke Tora, po ke Talmudi. Pra ata mund të bazoheshin ke filozofia makiaveliste, qëllimi justifikon mjetin. Ata për të arritur qëllimet e tyre mund të përdornin çdo lloj mjeti të pamoralshëm që ishte shkruar në Tora. Bëjmë me kulte, nuk kemi të bëjmë me... Po. Dhe u krijua dhe frankizmi, që është bashkimi ata janë gjojat krishterë, frankistët, por është bashkimi i misticizmit qifut me parimet e Vatikanit. Tashi, në shekullin e 17, krishtërimit i ndodhi skizma tjetër luteriane në shekullin e 16-17 dhe ndodhen luftrat 40 vjeçare 1618-1648, ku Evropa e krishterë u kthyer në kerma, s'kishte fushë që zbinte erë kermë nga të vdekurit, nga që luftonin dy palët. U krijua kalvinizmi, që ishte një hap drejt shekularizimit ose largimit nga teokratizmi i kishës që kishte qenë deri në atë kohë në shoqëritë perëndimore, dhe sot cimentoja moderne e bashkimit të treja këtyre elementeve, të krishtërimit të vjetër që simbolizohet nga Vatikani, të luteranizmit dhe anglikanizmit, që është një formë ekstreme e luteranizmit, që e fuqizoi shumë Elisabeta e parë, sot është në Spanjë kjo modernja. Çfarë është në Spanjë? Spanja bashkon financat e sabateanëve Rothschild, që është ajo Interalfa grup, që është banka kryesore e Rothschildëve në Spanjë, me bankën Santander, që është banka e Bourbonëve, banka e Opus Deit, e jezuitëve, të cilët krijuan sëset në Gjermani. Është Opus Dei ajo që ka organizuar. Dhe bashkon katolicizmin e jugut, që është Spanja me Italinë, me protestanizmin e veriut dhe krijon një lloj uniteti financiar midis, po edhe çifutët. Tashi në vitin 1967 është bërë një pajtim midis krishtërimit, pajtim në nivelet e larta, midis Vatikanit dhe njerëzve kryesor të rabinatit qifut. Unë kam botuar një libër qifutët kundër Vatikanit, që është një libër jashtëzakonshëm që tregon këtë periudhë, dhe këta i quajtën qifut të krishterët e Vatikanit, i quajtën qifutët vëllezërit tanë më të mëdhenj, sepse ishin më të vjetër në kohë, ky është kuptimi i kësaj. Dhe në këtë kohë këta filluan të krijonin rrjetën për të përmbysur krishtërimin 2000 vjeçar dhe për të risjellë përsëri si popull mesianik qifutërin. Mirë po, për të realizuar këtë, ju duheshe një plasdarm, sepse ideologjitë dhe këto planet që duan të ndërtojnë duan hapësirat e veta kulturore, gjeopolitike dhe territoriale. Dhe ti e the që Izraeli nuk ka thellësi strategjike me të drejtë, dhe këta duan të bëjnë një Izrael të madh që të ndërtojnë popullin mesianik, domethënë të rikthejnë mesianizmin e tyre dhe të bëjnë këta qendra e botës dhe t'ju thonë gjithë tjerëve, jugo im tash jeni skllevrit tan, ne jemi të zgjedhurit dhe ra krishtërimi. Po këtë si mund ta bënin këta? Këta e realizuan nëpërmjet finalizimin e realizuan nëpërmjet dosjes Epstein. Çfarë është dosja Epstein, po ta shikosh? Dosja Epstein janë disa merrimanga të qifutërisë që kanë bashkuar parat dhe kanë shten në rrjetin e tyre, në plurën e tyre, të krishterët, qendrat kryesore të krishtërimit, që janë familja mbretërore britanike, që janë ish kryeministrat e Britanisë, Tony Blair. Të protestanizmi.
Po mirë, dakor, të krishterën ata. Të krishterën. Krishtin kanë. Sepse Krishtin e kanë edhe ortodoksit. Pra kur themi Krishtin do ta ndajmë. Mirë, dakor, luftën e kanë me ortodoksët perëndimorët. Po kanë futur dhe muslimanët brenda, se duan të rëzojnë dhe islamin. Kanë hyrë princat arabë aty brenda. Prandaj thashë këtu jemi. Ashtu, ke gjithnjë parë në një çifuti që të përdunoj fëmijët atje me përjashtim të Epsteinit, që këta do ta hedhin poshtë, do thonë Epsteini është një njeri i ndyrë, s'na përket nesh, një individ e kështu. Por ama ata që janë dhënë në rrjetin e Merimangës, që kanë ngritur Mossadi me Epsteinin, janë gjithë perëndimi i krishterë. Janë gjithë njerëzit e niveleve të larta që drejtojnë sot Shqipërinë, ku mund të përfshihet dhe Trumpi. Ne nuk e dim ato janë me inteligjencë artificiale apo jo. Dhe kjo mund të jetë një skemë e madhe. Pse mund të jenë skemë e madhe dhe mund të jenë bashkë dhe këta. Kur erdhën këta në Venetik që futët, këta Wadhensit, këta u ndanë në dy pjesë me vendim të tyre të fshetë, të elitës së qifutve, të fajdegjimve. Thanë, një pjesë do konvertohemi në krishtërim dhe një pjesë do qëndrojmë kështu që të kemi mundësi të japim fajde. Sepse pojmë të gjithë në krishtërim të konvertohemi gjoja dhe të omarim kalan nga brenda, ne nuk do kemi mundësi të fuqizohemi ekonomikisht nga finansat, sepse nuk do kemi mundësi të përdorim fajden, sepse krishtërimi nuk e lejonte fajden, kurse feja e tyre e lejonte. Dhe këta qëndruan këtu, dhe këta një pjesë që u bën gjoja të krishterë, brenda ritualet fetare të tyre, në familjet e tyre, këta ishin të dyfisht, jashtë të paraqitësit të krishterë shkonin në kish, brenda bënin ritualet që kishin kishtare, fetare, dogmatike të fesë së Mojsiut. Dhe fejesa dhe martesat ta i bën bashkë. Dhe shumë nga këta që ne sot i shikojmë si të krishterë, duke përfshirë shumë figura të mëdha, këta vinë nga rrejnë të përbashkëta judaike dhe këtë plan për të rëzuar krishtërimin, ku këta pranojnë vetë individualisht të dëmtojnë figurën e tyre, e bëjnë si pas një skeme të madhe për të rëzuar krishtërimin dhe për të ngritur si popull mesianik qifutërin. Dakor, jam dakord me këtë. Qëllimi, mendoj unë i madh, kjo rjetë e madhe që këta kanë bërë. Provim të ajo që thamë fillim, Fjala për juve. përballja është midis pra përballja mbetet gjithë një fetare në këtë mes. Pra ata për qëllime fetare duan dhe po luftojnë kundër atyre vendeve të cilat kanë bazë fetare dhe ecën sipas atyre mësimeve fetare që i ka përcaktuar Zoti në të krishterët ortodoks mbi Biblën e tyre dhe të muslimanët mbi atë që ka përcaktuar Zoti në Kur'an. Ortodoks nuk ka atje. Jo. Në rjetën e Merimangës. Jo. Pikërisht, po prandaj pastaj është lufta midis këtyre dhe këtyre. Pra kjo luftë është dhe në këtë luftë normalisht është edhe lufta për nevojën territoriale, pra lufta për të krijuar këto thellësi strategjike dhe këto thellësi strategjike që krijojnë neve, këta tanët siç thash nuk bëjnë pjesë në aspektin e luftës fetare, se këta nuk e kanë idenë e fesë. Këta kanë asnjë ide, këta e kanë mendin ngrihen në mëngjes, ku do bëjmë ndonjë tender, ku do vëmë ndonjë gjobë të marrim lek. Pra këta në Ballkan kanë ndërgjegje kombëtare fare. Kanë hyrë në këtë mes për shkak të problemeve të tyre që kanë. Se këta kanë parë që dhe për të hyrë në Washington, sot ti nuk mund të hysh vetëm nëpërmjet çifutëve. Po. Dhe kanë hyrë me mendimin se po shfrytëzojnë çifutët që këta të shkojnë në Washington dhe të mbajnë pushtetin e tyre. Po. Pra, dhe çka kanë bërë? Dhe çifutët kanë krijuar këtë ide që në Washington mund të shkosh vetëm nëpërmjet nesh. Po ama do shkosh duke dajtur me ne dhe duke zbatuar praktikat nëpërmjet frankizmit. Ti mund vish tash fëmijë, mund t'i përdornosh nëpërmjet nesh. Do kur thotë nëpërmjet nesh, pra, do bësh atë çfarë kërkojmë neve. Po. Dhe këtë bëjnë. Prandaj them këta nuk kanë ndonjë vlerë. Nuk po e bëjnë për shkak se këta kanë bazë. Unë do ta respektoj atë që bën se ka me të vërtet bazë fetare dhe mendon fetarisht që kjo është. Dakor, ajo është ai mendimi i tij. Po këta tanët nuk kanë asnjë lloj mendimi. Kush tanët? Udhëheqësit tanë në Ballkan, në Ballkan. Që po shkojnë me izraelitët dhe që po përkrajnë genocidin izraelit dhe shtetin genocidial të Izraelit. Dhe që po ju bëjnë tiri, hajde në vendin tonë, investoni. Këta po e bëjnë këtë punë vetëm për të mbajtur pushtetin e tyre personal. Pa bërë asnjë llogari që kjo që po bëjnë, po na cënon. Ju ka vajtur ujë këtu dhe këtu janë mbajnë ata, i thon kjo po na cënon. Kjo po na cënon sovranitetin, kjo po na cënon integritetin, kjo po na cënon kohezionin social dhe fetar në Republikën e Shqipërisë. Po nuk janë vetëm këta fajtor, janë dhe këta të bizneseve që bëjnë biznes me ta. Janë, sepse janë dhe këta që bëjnë biznese. Po këta që bëjnë biznese, mallkuar qoftë parja e tyre. Këta që bëjnë biznese, këta bëjnë biznes të fillim me qeverinë.
Se këta bizneset e tyre kanë lidhura me qeverinë dhe normalisht kur qeveriu thotë që te ky këta s'kan ku shkojnë. Pra këta e kanë shitur shpirtin më përpara, ja kanë shitur shpirtin një shejtani të pavlerë. Ky shejtani i vogël ja ka shitur shpirtin shejtanit të madh. Se kështu funksionon bazë hierarkike është. Po, kukulla janë Absolutisht, pra ti kur e shet shpirtin një herë, nuk ka më pastaj. Francesca Albanese në çfarë mund të thëshë në gjë, se është personazh shumë simpatik. Francesca Albanese është raportuesja e Kombeve të Bashkuara për Gazën, është personi i parë i cili ka përpiluar zyrtarisht një letër në emër të Kombeve të Bashkuara ku e ka arritur ta thotë dhe ta shkruajë vleza në të bardhë që ajo çfarë po ndodh në Palestinë është genocid dhe lufta e palestinezëve ndaj Izraelit nuk është luftë fetare, siç do ta paraqesë Izraeli që të bëjë bashkë gjithë Perëndimin, po është luftë nacionale, pra çështje etnike. Pra kemi luftë etnike dhe për arsye etnike, këta po duan t'i fshin këta. Ajo thotë dhe një komponente tjetër, është dhe një grup thotë ndërkombëtar thotë që kërkon të bëj biznes thotë në tokat e këtyre thotë. Absolutisht. Dhe është një komplot i madh thotë kjo. Po kjo marrëveshja e paqes që këta po bëjnë. Bordi i paqes. Për këtë e ka. Prandaj është gjigante Francesca. Kjo ka dalë që 2008 kjo bordi i paqes. Edhe po e godasin gjithë sionizmi botëror. Tashmë ata e kanë bërë ta shkarkojnë. Atë e kanë bllokuar nga gjitha anët, i kanë hequr të drejtat financiare, i kanë hequr gjithçka, pra nuk lëviz dot, nuk ashtu. Po ti mendon që do bjerë fuqia e Franceskës po e shkarkuan ata se rrjetet sociale, ajo ata ndjekin me miliona. Këta që futu kanë kuptuar një diçka. Se shiko duhet të themi, vinte ajo Kurani ka një shprehje. Në Kur'an Zoti ka një shprehje, thotë shumë bukur, thotë që ata bëjnë planet natën e ju prishin ditë. Dhe një nga planet e këtyre ishte këto rrjetet sociale. Rrjetet sociale, këta Perëndimi i lëshua në mënyrë që të manipulonin njerëzimin. Por problemi është që këto rrjetet sociale u dolën jashtë kontrollit. Dhe tash po mundohen të kontrollojnë rrjetet sociale, por është e pamundur të kontrollojnë rrjetet sociale. Pra, atë planet që ata bëjnë, vinte në moment dhe ato plane thyen se është dikush tjetër më i fuqishëm se ata që i thyen këto plane. Ata nuk do mund ta ndalin Francesca Albanese, por Francesca Albanese është pasqyra morale e gjithkujt. Pra në rast se dikush do ta shohë veten në raport me atë çfarë po ndodh sot në Palestinë, do të jetë me origjinë shqiptare, besoj se nga mbiemri edhe nga Italia e Jugut vjen. Po, ande është nga Kalabria, pra janë shqiptar Kalabris. Po. Dhe çdo kush që do të shohë se ku ndodhet sot në raport me atë çfarë po ndodh në Palestinë, me atë çfarë në raport çfarë këta izraelit dhe shteti izraelit po do të bëj palestinezëve, ja bëri dje dhe sot dhe nesër do t'ja bëj shqiptarëve. Atë çfarë po bën në Palestinë do t'ja bëjnë shqiptarëve nesër. Automatikisht, në rast se nuk e mund të shohë figurën e Francesca Albaneses, mjafton të shohin ajo çfarë thotë. Pra ta përdori si busull morale atë çfarë ajo po bën. Ka qenë në Gaza që e monitoron vetë. Atë detyrë ka pasur. Po. Atë detyrë ka pasur. Ajo i mbaroi mandati i parë në vitin 2024 ose 2025 dhe OKB-ja ja ka zgjatur, po duhet të thënë që ky që drejton OKB-n, ky portugezi, s'po më kujtohet emri, ky ka mbajtur qëndrime kundër sionizmit her pas here, me aq sa ka pasur mundësi. Dhe ata e kanë anatemuar dhe e kanë mallkuar politikisht shumë herë. Po, i kanë ndaluar hyrjen. Ky Netanyahu ka folur disa herë kundër tij. Neve shqiptarët, pra, mund ta shohim, por neve shqiptarët e kemi mësuar genocidin në kurriz. Pra jemi një popull cili kemi mësuar genocidin në periudha të ndryshme. Nuk është kemi mësuar vetëm një herë genocid. Kemi mësuar disa herë genocid. Dhe për këtë arsye ne nuk mund të bëhemi nga ana morale, nga ana e gjakut, nuk mund ta mohojmë gjakun. Gjaku është diçka që nuk mohohet, edhe po duash. Nuk e mohon dot. Kjo që thua ti Dritan është përqendrimi popullor, po këto që flasim ne nuk kanë ndonjë lloj pozicionimi tonë, për shembull që ne urrejmë dikë ose dashur. Ne jemi analista, ne duhet të themi të vërtetën si mendojmë. Dhe ne kemi gjatë gjithë popujt. Nuk është çështje urrejtje. Por për të dashur ne duam Shqipërinë, vendin tonë. Nuk bëhet llaf për çështje urrejtje. Dakor? Bëhet llaf për çështje që unë s'mund të bëhem pjesë me krimin, as me kriminalin, as me genocidusin, as me hajdutin. Mirë, pra nuk mund të jetë pjesë e kësaj. Kur bëhet fjalë për të qenë një aktivist, kurse për analist ne duhet të themi të vërtetë. Edhe të keq, njeriu e lufton të keqen, shiko. Ka një profeti Muhammed ka një hadith, thotë njeriu, një thënë e tij thotë njeriu e lufton të keqen në 3 mënyra. Mënyra e parë e lufton me zemër. Pra ti nuk bëhesh pjesë e saj.
As bësh pjesë e kësaj të keqe. Këtë e ka analizi. Këtë e ka gjithkush. S'bëhet pjesë e saj, mund të ri. Mënyra e dytë thotë është me gojë, ta luftosh me gojë të keqen, pra ta kundërshtosh atë që bën Francesca Albanese, të që bëjnë gjithë tjerë që thonë që ky është genocid, pra kjo është me gojë. Dhe mënyra e tretë thotë është ta bësh me armë, pra me dorë. Me dorë domethënë ta bësh me armë. E qartë. Pra këto janë të mënyrat që ti duhet ta luftosh të keqen. Pra, dhe në këto po flasim, pra nuk po themi që e urrejmë. Urrejtja është komplet diçka tjetër. Nuk kemi të bëjmë me urrejtjen. Normalisht që kjo që ne themi mund të përdoret nëse do të këta urrejnë çifut. Jo, jo. Neve jemi kundra çdo lloj genocidi, jemi kundra çdo lloj krimi, çdo lloj vjedhje, çdo lloj korrupsioni. E vërteta është pembi fe. Ne duhet të themi të vërtetë. Sepse na moralisht, dhe në moment që na cënohet morali, aty ku cënohet morali, mungon Zoti. Po. Ta mbyllim këtu me këtë shprehje. Dhe sot absolutisht të tillë, sepse shikoj në momentin që ty të humbet rripi i drejtësisë morale, atëherë rruga bëhet pa semafor. Po. Pa ndarse trafiku. Dhe këtu humbasim shumë dhe humbasim të gjithë. Sepse kemi mbritur në një pikë ku shoqëria me këto që po ndodhen e fshteni po bie moralisht, pra kemi një rënje morale totalisht shoqërisë. Dhe kur ka rënje morale, njerëzit thonë ku do shkojmë? Pra lidhet në pyetja ku do shkojmë. Dhe në këtë moment çdo lloj bisede kthehet në eskatologji, sepse rrugën pasi bie morali, pasi humbet Zoti, e kanë treguar vetëm librat fetar se ku përfundojmë. Po. Jemi kthyer në një Sodom dhe Gomorra perëndimi, është këtyre. Po mendon ti që mund të ketë ndonjë Epstein në thonjza kështu shqiptar këtu që edhe këtu mund të ketë këtu ka rënë morali xhanëm, se këta që janë në krye dihet që janë të flamurit dylberave, qergavi bashkisë që ishte me radhë këta, ke kryeministri, edhe oligarkë ndoshta janë në këto lloj skemash. Po ti Dritan, çfarë ke dëgjuar ose ke informacion për shembull në lidhje me këtë kuplaran e madhe që ekzistonte në qendër të Tiranës, kuplara në thonjza, kuplara morale, kuplara korruptive, kuplara në të gjitha pikpamjet e këtij Agasit aty ku mbledhesh kryetaria e Shikut, kjo e Akshit, edhe këta politikanët e tjerë, ky që ka qenë ministër i brendshëm, këto i përkasin asaj, një lloj Epsteini, një lloj gjë, pra këto i përkasin asaj. Se thuhet që ka 3000 orë regjistrime aty. Po i kam shiko, mjafton që duhet kemi gjë, kemi duhet i nxjerr spaku këto nëse janë Jo, unë mendoj se këtu kemi gjithë problemin. Në rast se shteti nxjerr këto. Domethënë nxjerr për dy arsye, ose do të mbulojë një diçka të madhe, pra në korrupsion tjetër më të madh se diçka tjetër, ose po e bën që ta legjitimoj degenerimin. Sepse në momentin që paku është deep state. Atë shiko, do të kemi një parasysh, në momentin që dhe mund të ketë qëllim për të rrëzuar gjithë të klasë politike. Jo, në moment nuk ka çerëzon të klasë politike, se kjo klasë politike nuk ka me çfarë. Ose për të kaluar vendin në kaos. Po nuk intereson vendin në kaos. Se njerëzit shikojnë video se po bien në kundërshtim me ato që thua. Qëllimi i tyre është kontrolli, nuk është kaos. Ata e arrin kontrollin nëpërmjet kaosit. Po ky kaosi është. Pra ky që po bëjnë ata, korrupsioni, kurvlliku, hajnia, gjithë ato tjerë janë pjesë e këtij kaosi. Ose mund të duhet për të ndërhyrë në ekonomi. Çdo lloj kaosi tjetër ata kanë zënë ekonominë totalisht. Turbullohet që të kthjellohet tonë. Turbullojnë më. Duhet ta turbullosh, ne duhet ta turbullojmë që të kthjellohet. Ata e kanë vënë shtresën e pisllikut, e kanë zënë totalisht dhe kontrollojnë ata shtresën e pisllikut, totalisht. Prandaj po them që në rast se unë jam kundër që spaku të nxjerrë këto duhet të shkojnë me gjykatë, to duhet të shkojnë me etosik, duhet të shkojnë me gjitha, sepse në rast se ti një çështje penale, që është penale, e nxjerr dhe ja jep publikut ta diskutojë atë, atëherë ai humbet vlerën penale në atë moment. Dhe nuk ngre asnjë peshë dhe ti nuk mund të vendosësh asnjë moment drejtësi. Pra, kur ti bën publike ato që janë penale, e bën për të mos vënë asnjëherë drejtësi. Po mirë, ta mbyllim Dritan, mirë, të falenderoj Dritan shumë për bisedën që bëm. Të nderuar shikues, para se të them natën e mirë, dua t'ju kujtoj edhe një herë mos harroni të ngrini peshën e rënd të gishtit edhe mbi telefon një klik aty ku thot subscribe dhe aty ku thot like, që t'ju ndjekim ne dhe jo të na ndiqni ju. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet e radhës dhe një fundjavë të këndshme. Tung tung.